Përshëndetje. Në botën e sotme ku gjithçka është e menjëhershme, nuk mund të jetë ndryshe as dhe me shëndetin mendor. Nuk ka rëndësi nëse ke ankth, depresion, trauma të vjetra ose thjesht një ditë të keqe, interneti dhe self-help gurut na kanë mësuar se ka një formulë magjike që mund të zgjidhë çdo problem psikologjik në 5 minuta. Dhe ja ku jemi, duke kërkuar më shëro sa më shpejt nga problemi im psikologjik, si fëmijët që kërkojnë karamele në dyqan. Së pari, le të sqarojmë diçka. Nuk ka shërim magjik. E di që dëgjohet zhgënjyese. Të gjithë duam që kur shkojmë te një terapist, ai të nxjerrë një buton ku të shtypim reset dhe problemi të zhduket. Por fatkeqësisht, vetëdija, trauma dhe emocionet nuk janë software që mund të fshihen me CTRL-Z. E para, shmang kurimin e shpejt me Google. Ky është hapi i parë që shumica bëjnë. A mund të më shëroj Google apo ChatGPT-ja? Po, sigurisht. Google është ekspert në të gjitha gjërat që nuk janë të shëndetshme. Shkruan simptoma dhe menjëherë gjendet doza më dramatike, më e frikshme që mund të ekzistojë. Shumica e njerëzve përfundojnë të mendojnë se kanë një çrregullim që vetëm një ekip neuropsikologësh nga NASA mund ta kurojnë. Kjo metodë është perfekte nëse doni të rrisni panikun dhe të humbisni besimin tek vetja, por jo për të shëruar veten. Imagjino këtë skenë. Ti shikon ekranin dhe çdo simptom që ke, lodhje, gjumi i çrregullt, nervozizëm, rezulton të jetë një çrregullim ekstrem që mund të cilë deri tek nuk është e nevojshme ta mbarojmë sepse e kupton paniku është i mjaftueshëm. E dyta, lexoni vetë shpëtuesit e shpejt dhe më pas bëni copy-paste. Të gjithë e duam librin që na thot si të bëhesh i lumtur me 7 hapa. Problemi? Shumica e librave që janë një kombinim i këshillave të zakonshme, frazave motivuese të mbledhura nga Instagrami dhe disa shembuj që askush nuk i kupton. Po, lexon dhe ndihesh i mençur për 30 minuta, pastaj gjithçka kthehet në rutinën e zakonshme të jetës. Shembull, ti lexon një libër që të thotë të shkruash 3 gjëra për të cilat je mirënjohës çdo ditë. Dita e parë, jam mirënjohës që ekzistojnë librat. Dita e dytë, jam mirënjohës që kam kafe. Dita e tretë, ndjen lodhje sepse duket se jeta ka libra edhe kafe. Ironia, librat që duhet të shërojnë, shpesh të bëjnë të ndihesh më keq. E treta, terapia online në modalitetet sa më shpejt. Kjo është metoda më e re dhe më trendy. Terapisti në Zoom apo në rrjete sociale që të premton se në 1 orë do të ndryshoj jetën. Po, në 1 orë dhe vojla, ankthi largohet, depresioni zhduket, trauma u tret si akull në diell, por realiteti? Psikoterapia kërkon kohë, konsistencë dhe një dozë të përballueshme të durimi. Dhe sigurisht, nuk kemi kundra këtyre terapive online, por jo në 1 orë. Nuk mundesh dot për 1 orë, është e pamundur. Ky kombinim i shërimit të shpejtë dhe realitetit është receta perfekte për të rritur stresin. E katërta mund të them meditim ekspres 5 minuta. Ka një trend tjetër, meditim intensiv 5 minuta për të gjitha problemet. Ideja është se mbyll syt, merr frymë dhe problemi zhduket. Nëse do funksiononte, do të ishim një specie e paqësuar dhe askush nuk do të ankohej. Në vend të kësaj, 5 minutat e para të meditimit janë më shumë një betejë me mendimet që thonë pse je kaq i shqetësuar për këtë gjë që nuk ke kontroll. Dhe sigurisht ka gjithmonë një person në YouTube që duket i përmbushur, i qetë dhe i lumtur, duke bërë që ti të ndihesh sikur ke humbur gjithçka që nuk të ishte dhënë kurrë. E pesta, shëndeti mendor si opsion delivery. Kjo është ëndra më e madhe e kohërave moderne. Shërimi menjëherë
si shërbimi taksi. Por, doktor, mund ta kem me njëherë? E pyet klienti. Po, fatkeqësisht mendja nuk vjen nga delivery. Nuk mund të presësh dikë që të vi të fusë një solucion në trurin tënd dhe të dalësh i shëruar për 5 minuta. Dhe ironia është se shumë njerëz përfundojnë duke konsumuar terapist online si produkte dhe duke kërkuar një magji që nuk ekziston. Një klikim dhe pastaj pret që problemi të zhduket. Në realitet nuk ndodh. Duhet shumë terapi, duhet shumë orë pune. Këmbgulje. E gjashta do thosha humori si ilaç i menjëhershëm. Tani po kalojmë tek pjesa që mund të funksionojnë pak. Tek humori, tek shpotitja. Një qeshje e mirë mbi problemin tënd nuk e zgjidh, por të lehtëson. Nuk ka asgjë më terapeutike se sa të shikosh se sa absurd duket obsesioni yt për këtë shërimin e shpejtë. Për shembull, mendon se do jesh i lumtur menjëherë, ndërkohë që çdo ditë kujton se ke haruar që të blesh bukë, të kthesh një përgjigje me email, ose të përgjigjesh një mesazhi që nuk mund të fshihet më. Këto janë kriza të vogla të jetës që nuk zhduken me një klikim, por mund të bëjnë qesharake kur shikon në perspektivën e duhur. E shtata, realiteti, durim dhe përballje. Kjo është pjesa që askush nuk do ta dëgjojë. Shërimi psikologjik kërkon kohë. E padiskutueshme. Nuk ka rrugë të shkurtra. Problemi nuk zhduket kur ti dëshiron, por kur i përballon, i kupton, i analizon dhe ndihesh gati të ndryshosh. E teta, këshilla për ata që duan të shërohen sa më shpejt. Mos kërko magji, nuk ka. Shmang Google-in si terapist, nuk funksionon. Lexo libra, po mos prit që të zgjidhësh gjithçka aty brenda. Qesh. Qesh sepse të qeshuri është falas dhe efektiv. Prano kohën. Problemet nuk ikin me një klikim. Mos bëj krahasime të turpshme me ata që duken të shëruar në TikTok. Realiteti tyre është jeta jote. Realiteti tyre nuk është jeta jote. Se është edhe një përfundim, të themi, ironik. Kërkimi yt më shëro sa më shpejt është një fantazi moderne. Por kjo fantazi të tregon diçka më të rëndësishme. Ti dëshiron të jesh i shëruar dhe kjo është gjëja e vetme që funksionon menjëherë. Vetëm fakti që po kërkon të përmirësosh veten tregon se po lëviz në drejtimin e duhur, pra të lumt. Ti je tashmë në rrugën e shërimit dhe pse, për të qenë i sinqert, kjo rrugë kërkon kohë. Përpjekje dhe pak shpotitje, pak humor për veten. Në këtë pikë, videot nuk shërojnë në mënyrë të magjishme, por ajo ju jep një realitet të vërtet që të kuptoni se problemi nuk zhduket, por mund të qeshësh me të derisa të kuptosh sa ta përballosh. Dhe më besoni, është vetëm fillimi i shërimit të vërtet. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendje. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por asnjëherë mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjera her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.